Mos I hidhni kurrë lëvoret e mandarinës. Ja çfarë mund të bëni me to. Lëkurat e mandarinave ose fruti I mandarinës është një frut I ngjashëm me portokallin. Është një frut I ëmbël dhe gjithashtu ka një sër vlerash ushqyese si vitaminat ashtu dhe minerale, duke e bërë një zgjidhje perfekte për të konsumuar më shpesh gjatë ditës. Lëkurat e këtij fruti përmbajnë vajra esencial që përdoren në shumë industri të parfumeve dhe produkteve të kujdesit ndaj lëkurës. Te hedhësh poshtë lëkurat e mandarinës konsiderohet një nga gjërat më normale, por duke ditur këto rregulla dhe përfitime do t'i bëni pjesë të dietave tuaja. Ato janë të mira kundër mykut në këmbë. Kjo është një procedurë shumë e thjeshtë. Mjafton të fërkoni lëkurën e mandarinave në zonën afektuar 2 herë në ditë për një javë. Është e mirë kundër lodhjeve fizike dhe problemeve me gjumin. Vendosni disa lëkura mandarinash në një çantë prej rrobe dhe mbani pranë jush. Ju ndihmon në relaksimin dhe përmirësimin e gjumit. Ato janë të mira edhe kundër hipertensionit.